Kishte probleme dikur Gjuriq në Kosovë kushtrim apo jo? Normalisht e pam edhe videon më herët që videon e arrestimit realisht ose atë videon e famshme që ishte vite më parë këtu në kryeqytetin e Kosovës, ja këto janë pamjet cilat u patën bërë kështu jashtëzakonisht shumë virale, janë pamjet e arrestimit të Marko Gjuriq atëherë, le të themi kështu drejtor i jashtë quajtur zyrës për Kosovën dhe Metohin, por para të largohemi nga kjo video arkive, të kthehemi tek fotografit të cilat janë publikuar nga vetë zotrin Nexhmedi Spahiu, i cili në takimin, në fakt në rrjetin social Twitter ose X tashmë, në këtë rrjet social, është edhe fotografia e Marko Gjuriq, e cila është publikuar pikërisht ditën e takimit së bashku me zotrin Nexhmedi Spahiu, në të cilën shihet që zotri Spahiu mbante ose mban zakonisht stemën e Kosovës këtu siç njihet, mes që kemi zotrin Vilaj Bzekën, siç njihet ndryshe edhe Znaçka, i mungon Znaçka Spahiu në takimin me Gjuriqin, ndërsa në këto gjithandej e kemi apo jo? Non-stop ekziston me vete, e ka pas stemën e flamurit shtetëror, mirë po në takimin me Gjuriqin nuk ka ndodhur një gjë e tillë, por e kemi një fotografi e cila është me shumë gjas pas takimit me Gjuriqin, është takimi në rrjetin fotografia publikuar nga vetë zotri Spahiu në Facebook, duke quajtur në Beograd me Petar Miletić, ishte kryetari i Parlamentit të Kosovës vitin 2011-2014, tash sekretar ekzekutiv i Partisë së Qytetarëve të Lirë, partia opozitare në Serbi, e çka vrejet këtu është se është kthyer stema në vendin e duhur tek zotri Spahiu. Pra, ka qenë një takim me Gjuriq ku është obliguar apo detyruar ta largojë stemën, ta largojë flamurin e Kosovës, shtetit të Kosovës që gjithmonë e bart me vete. Mendoni ju zotri Haradinaj që përmes këtij takimi Gjuriq dhe Beogradi po tenton pak a shumë ta destabilizojë situatën në Kosovë? Jo bre, ne nuk do të befasojmë se Gjuriq dhe Beograd tentojnë të destabilizojnë, se në fundit ata kanë detyrë tyne dhe kanë mision. Kosovën pes destabilizojnë tipat e Spahiut. Shqyqoni, mos harroni këto fotografi që i ka bo Spahiu, po flasë për çështjen e ilegale, sepse kam përvoj. Nga njëherë, vetë transparenca që ti e bën, e para që të lëmon, është ku shefën sekretet më të mëdha prapa asaj transparence. Do dhe vetë ky që ka qitë atë fotografi